Si nisi angazhimi yt me mjedisin? Historia nis në vitin 2018 dhe unë ndërmora veprimet me studentët e mi, me studentë dhe gjimnazistë dhe unisëm bë monitorimin në gjirin e Durrësit dhe në një zonë të bërtën të gjirit të lartë. Filluam që të realizonin edhe një orë të hapur me të bënë, ku e prezentuan vetë studentët dhe e ndjen vetën shumë mirë në studentët dhe në zotët, se u bën bashkë për të minuta. Rastësisht duke kërkuar, gjej një organizat me emrin Ritmo Kinap dhe kërkoi financime, pasi ne në fakt kishim bërë një të ndotur në Europë që ishte bunë dhe ata ishin në Vjenik. Atje bëm një aksion pasive dhe aty filloi diskutja. Si reaguan studentët dhe nxënësit? Neve më pas vetimi bashkuam shkollat, shumë shkollat, gati 35 shkollat të Durrësit dhe studentët e Durrësit, pedagog, kolegë, mësues, dhe arritëm që të fillonin procesin e riciklimit. Pra aty që pam neve në ato fshatat e mëdha që bënin pastrimet e lumeve, ktheheshin në shtëpi tona, sepse atje pam më shumë që kishte shishen e shampos që me atë të ndajemi, shishen e detergjentit, në cilën pastrojmë shtëpitë tona, dhe kishim dhe shishen e ujit e të pijeve të ndryshme. Kjo ishte sendi më shpesh i hasur. U kthyen në shtëpitë tona dhe vendosëm që ato që ne konsumonim t'i sillnin pranë universitetit, t'i sillnin pranë shkollave dhe sot në fakt janë bërë jo pak, po janë bërë gati 18.000 kg shërë plastike të grumbulluara që mund të kthehet në diçka të dobishme. Dhe këto ishin. Ishte gjelbërimi dhe kemi siguruar mbillin jo pak, po të 1500 pemëve, ku që shikojnë në universitet janë 750 pemë. Kemi sigurisht edhe mjete të tjera didaktike, përfshirë dhe videoprojektor që shkollat i kanë marrë dhe jo pak. Kështu ka ecur. Me gjëra të vogla kemi bërë gjëra që kanë dashuri të madhe dhe që janë të prekshme për çdo qytetar. Sa rol kanë politikat vendore dhe universiteti? Gjithçka nis nga edukimi, gjithçka nis nga ndërgjegjësimi. Si shihni apat e kapitullit 27? Unë mendoj që një nga problemet më kryesore që ka sot Shqipëria është korrupsioni. Pjesa e edukimit të popullit shqiptar në këto 30 vite, për sa i përket mjedisit, ka munguar. Realisht, Shqipëria nga ana tjetër është një nga vendet më të dashur dhe ne shikojmë dhe nga turistët, sepse ka një vit bërtetare shumë të mirë, ka male, ka pyje, ka lumenj shumë, një sasi të madhe. Po themi ujëra që vijnë nga lumenj, po këto janë ujëra të ndotur, sepse çfarë ndodh? Një pjesë e ujërave të zeza na derdhen në këto lumenj, ato shkojnë në dete. Dhe historia pastaj merr problematikën e vet dhe hapat konfillojnë me ndërgjegjësimin publik. Ndërgjegjësimi publik i përket kryesisht shkollave dhe universiteteve. Kështu që neve duhet ta nisim me shkollat. Mendoj me veprimet e vogla. Laura, cili është roli i gruas në këtë proces? Vajzat janë gjithmonë më të motivuara. Janë ato që thimen më shumë shishe plastike. Integrimi në Bashkimin Evropian dhe ka kusht bazë mbrojtjen e mjedisit dhe promovimin e ndërgjegjësimit publik për mjedisin. Cili është mesazhi yt për qytetarët? Mesazhi është shumë i thjeshtë, nis në shtëpinë tënde me veprime shumë vogla. Ato shishet plastike që ne i diskutojmë se ato janë docit më kryesor që ka Shqipëria sot, ajo do të kthehet në një vepër arti nesër, do të kthehet në një gjelbërim, do të kthehet në një mjet sportiv, po themi dhe një mjedis më të këndshëm. Çfarë roli kanë e duhet të kenë bizneset? Një nga, po themi, hallkat kryesore të ndotjes që ndodh në Shqipëri është një keq menaxhim nga ana e bizneseve. Unë mendoj që ata duhet të fokusohen pak tek shkollat, tek universitetet, me një shumë modeste të realizohet një aktivitet. Nga riciklimi vjen e vërteta, nga riciklimi vjen shëndeti, nga riciklimi vjen më shumë vende të reja pune dhe Shqipëria bëhet më e atashuar drejt Bashkimit Evropian duke u shkurtuar rruga.